Se përket pjesës apo vozitjes në për rrugë ku mund të ndalojna veturën apo të themi ndonjë rregull, ndonjë kundërvajtje, ne si popull kemi pak atë rrezikshmërinë që rrezikohemi të ndalemi apo të themi ndonjë rregull sepse e mendojnë hajse mos nuk po na shef polici. Sepse nuk e kemi nuk e kemi në xhenet që du të kemi kulturën që mos të vim drejt ndonjë kundërvajtje, po më shumë e kemi atë pjesën që hajse mos nuk po është polici dhe mos po e kalojmë këtë pjesë pa u gjobitur. Është një prej pjesëve kjo, ndërsa një pjesë tjetër është për shkak që kemi disa pika dhe disa vende që mund të jenë edhe gabime teknike nëpër rrugë, nëpër shenja horizontale, vertikale apo tek semaforët, dhe madje kalon edhe si shprehi përderisa e shohemi, po e marrim si shembull një vit të plot gabimisht, apo në 2 vena apo në 3 vena, kur e shohim që është gabimisht një ven apo 2 vena, atëherë mendojna që kudo që të jenë vijat e plota janë gabimisht. Edhe kjo është një dukuri e keqe, por kjo është një dukuri që duhet të eliminohet nga institucionet, që mos të ketë gabime, që mos të kalon në shprehi tek shoferët, që të humbim atë ndjenjen e respektimit të rregullave dhe të shenjave, dhe të kemi një përshtypje të gabuar që mund të mendojmë se mund të jetë edhe gabimisht dikun. Ne shpesh herë hasëm me kandidat, shembull na dërgojnë disa foto, edhe thot është gabimisht ky rregull. Thonë pse ti po e mendon pse është gabimisht ky rregull? Përderisa e kanë përcaktuar inxhinierët e komunikacionit. Pse ti po e mendon? Thot po me një X veni tjetër, ku edhe ka të drejtë, thot kam pasur që është gabimisht. Edhe me një X veni tjetër thot e kam pa gabimisht, po mendoj që edhe këtu është gabimisht. Tash në fara aspekte edhe ka të drejtë pse ai mendon që mund të jetë edhe ato gabimisht, po nuk do të thotë që janë çdo ku gabimisht. Edhe kjo është një shprehi që duhet të largojmë, por gjithmonë duhet të përmirësohet nga institucionet, personat përkatës që janë për rregullimin e komunikacionit dhe shenjave, kuptohet, që mos të kemi hamendje që a mund të jetë e drejtë apo nuk mund të jetë e drejtë. E rëndësishme është me u zbatu ashtu që është për momentin, sepse na ka ra shumë gjatë me u përmend gjatë këtyre javëve, po na realisht rrethin rrugën se në një prej rrugëve në kryeqytet shikus të dashtën, e mendojmë që rrethi që është ndërtu para pak kohëve është një rreth i vendosur gabimisht. Mirë po, përse e mendojmë që është gabimisht, na e respektojmë. Prapë duhet të respektojmë ashtu siç është, pa marrë parasysh që thamë në inxhinierët e komunikacionit apo njerëzit e komunikacionit e diskutojnë ato se si është dhe apo do të jetë apo nuk do të jetë, por qytetarët si qytetarë gjithmonë duhet të respekton ashtu siç është rruga apo rreth rrotullimi, se fundin nëse vetëm ndonjë aksident, ai ka përgjegjësinë nëse është fajtor. Ai dëmtohet nëse është fajtor. Kështu që na duhet të respektojmë. Ne duhet të diskutojmë çdo herë gabimin ku janë që të përmirësojmë këto gabime, por qytetarët si qytetarë çdo herë duhet të respektojnë rregullat që i ka në komunikacion. Nuk e zbut fajen ndezja 4 sinjaleve? Jo, 4 sinjalet tek ne mund të themi që përdoren për çka do, apo keq përdoren për çka duhet përdoren, por nëse ne i ndezëm 4 treguesit për ndonjë ndalesë apo për ndonjë arsye të shkurtër, nuk do thotë që ajo tregon se ti ke drejt të ndalesh në atë pikë. Ajo tregon do thotë që shoferët mbrapa që janë e shohin në një mjet që i ka 4 treguesit, atëherë të jetë ai më i sigurt që të ulë shpejtësinë nëse vetëm është mbrapa tina, dhe të ketë kujdesin ndaj atij apo atij veturës. Zakonisht 4 treguesit ndizën nëse kemi defekt në veturë, atëherë duhet të ndezim 4 treguesit sepse nuk kemi mundësi që të reagojmë në mënyrën tjetër derisa të largohet apo derisa të rregullohet vetura. Do të thonë është rasti vetëm kur duhet përdoren 4 treguesit. Vetëm për këtë rast, po. Ne shpesh hasemi në rrugë, nëse ka ndonjë person të semur dhe i lëz 4 treguesit dhe vozit me një shpejtësi shumë të lartë, nuk është e drejta, nuk kemi të drejtë, por anën tjetër normal që ai ka një person të semur dhe ngutet të afron do thotë shërbimin mjekësor, në fara aspekti ngjet makinën në atë mënyrë, po jo pse ka të drejtë.